sotme, do të flasim sot për një personazh të panjohur. Ai është Karl Gega dhe me mua në studio është bashkuar profesionalisht një njeri i cili kryen të njëri profesion sot me të, por është dhe patriot me të. Ai është Gjon Radovani, arkitekt. Përshëndetje, mirë se erdhe. Mirë se gjetë. Dhe njeriu që e risolli Karl Gegën në Shqipëri nëpërmjet një ngjarje në Akademinë e Shkencave dhe një ekspozite në Pallatin e Kongreseve. Po kush është Karl Gega fillimisht? Karl Gega është për mua, por jo vetëm për mua, është inxhinieri, arkitekti, inxhinieri më i famshëm i hekurullave në botë. Natyrisht nuk është i vetëm, ka Wallace Stevenson për pjesën angleze e tjerë, por Karl Gega është ai që ka bërë revolucion në inxhinierinë e hekurullave, se ka ndërtu për shembull hekurullën e parë malore, çanat e pa imagjinueshme që mund të kaloshin vështirësinë, diferenca disnivele prej 800 metrash. Karl Gega për herë të parë me guximin e një vizionarit që i pranote edhe që njerëzit ndjen në kohë mutall me te, se konsideroshin kolekte tanë si një Don Kishot që po marrë një supermarket pa mujton, Karl Gega ja ka dalë. Karl Gega është vjen për një origjinë shqiptare, duhet jenë në zonën e Shkodrës, gjyshi vetë spostohet në Peras, që është një lagje e Kotorit praktikisht, i ati punon për Serenisiman, për marinën veneciane, spostohet në Venecia dhe aty lind Karl Gega dhe motrat e vëllezërit e tij. Karl Gega me 17 vjeç laureohet në matematikë, fillon me punu kryesisht si inxhinier hidrik për arsye se zona e Venetot, laguna, lumi po e tjerë kishin probleme hidrike. Pastaj një docent, kolegi i tij, mik i malli i tij, Negrelli e merret çon vjen, por përpara ndërton edhe via Alemania që lidh Cortina d'Ampezzo. Negrelli e çon vjen në Imperial House në qendrën e Imperit Habsburg, dhe Karl Gega bëhet me një herë i famshëm. Ne vim me Karl Gegën në Tiranë për një arsye krejt të qartë që mas vdekjes, para vdekjes tij ai lën të gjithë testamentin, të gjithë trashëgiminë e tij, me testamentin ja lën fondacionet MUVE, fondacioni Muzei Civici di Venezia dhe Muzeot Correr. Edhe para rreth 5 vjeç, profesoresa Lucia Nadin e zbulon këtë pasuni të madhe që është në arkivat e Muzeot Correr, edhe më merr fjalën, si më thonë, me zhvillu bashkë këtë projekt, me zhvillu së bashku. Për të ndalur pak më vonë tek ajo që keni sjell ju në Tiranë, çështja është pse njohim kaq pak Karl Gegën? Ishte austro-hungarez me origjinë italiane ai vetë, tillë mbante veten apo nuk e dinim? Jo, nuk besoj se e mate veten si tillë austro-hungarez. Ai ka qenë koshient edhe për periudhën e tij, mendoj, edhe pse nuk kena në forma ekspresive edhe të qarta të shkrumit në lidhjen me Shqipërinë, po Albania, Veneta ka qenë në atë periudhë. Se Shqipëria s'kishte në atë kohë. Pikërisht nuk ka qenë, nuk jena në konstelacionin e shteteve të sotëm, po Karl Gega minimumi ka qenë një patriot venecian të paktën, se dhe fakti që i lënë të gjithë trashëgiminisë së qytetit lindjes, do të thonë që rrajt e tija, pavarësisht se suksesi në malë pat ndjen, rrajt e tija të fëminisë nuk i harron edhe për falënderim, si më thonë, ja lënë tanë këtë trashëgimini i Muzeut Correr. Ai ishte gjeni që në moshë të re, se përfundoi, u laureua në matematikë 18 vjeç, doktor, 17 vjeç, 18 vjeç. E njohën austriakët më mirë gjeninë e tij dhe e përdorën? Austriakët besoj që po. Në Austria i gjeti ambientin në cilin pat mundësi mu shpalos në të gjitha fasetet e tija, në të gjitha spektrin e tij si njeri, por edhe si profesionist. Se Karl Gega nuk ndërton vetëm hekurullën e parë malore të botës, po Karl Gega, masterplanet e Karl Gegës flasin për një developer, për një zhvillues që edhe sot mund t'ja ketë lakmi gjithkusha i mënote me lidhë Hamburgun, me Athinën, lidhën me prandimin, edhe Orient Express, po mos t'ishte Karl Gega, nuk do t'ishte sot të paktën në këtë pozicion që jashtë. Karl Gega punon për kanalin e Suezit. Në atë periull duhet t'jenë në shekullin e 19, duhet kemi parasysh se qendra peranorisë që ishte Vjena, kishte pa mujtën mu lidhë me një mjet të transportit për kohën modern, me portin e vetëm që kishte. Porti vetëm ishte Trieste. Dalja vetëm ndet. Dalja vetëm ndet. Edhe me kalimin e kësaj pengese të
pakalueshme praktikisht për gjithë opinionin për opinionin shkencor. Me kalu Alpet me tren. Për ta kuptuar njerëzit, ekziston sot e kësaj dite zemeringu i famshëm, por rinovohet më the për herë të parë. Pas 170 vjeç është rinovimi i parë që po i bëhet kësaj hekurullët, ka me vetëm segmenti i fundit, di kalterine që do të marrojnë mas 3 muajsh restaurimi i saj, është në mbrojtje të UNESCO-s. Kena të bëjmë me një vepër spektakolare, e cila kja është çështja mitore e punëve të Karl Geigës, po Karl Geiga përveç se bën këtë vepër, ishte puna me zhvillu edhe lokomotivat, kush i Këtu duhet ndalemi, nuk ishte vetëm arkitekt për të bërë hekurullën, por ishte edhe inxhinier për të shpikur lokomotivën që do të udhtonte në atë hekurullë. Dhe për këtë shkoi dhe studioi edhe në Shtetet e Bashkuara pa zhvillimet e lokomotivave. Eksakt, ai ka shkuar në Baltimore, ka shkuar edhe në Angli, në Shtetet e Bashkuara, ka shkuar në Angli, ka punu me Stevenson për me mësu, për me pa çfarë ekziston në botë një herë, për me kalu hapin e rrallës. E lokomotiva, vetëm me pa mënyrën se si organizon ai një konkurs internacional për lokomotivën që do të kalote Semmering, është shembull si në shekullin e 21 nuk mund të bëhet më mirë. Fiton lokomotiva Bayerische Werke me emrin Bavaria. Kjo lokomotive mrekullueshme e prodhuar në München, ban testin e parë dhe nuk ja del me kalu Semmering. Për shkak të fuqisë apo për shkak të diçka tjetër? Për shkak problemin në hekurullat malore është gjithmonë traksioni, fërkimi ndërmjet rrotave të trenit, problemi kryesor janë, edhe shinës janë, edhe shumë probleme tjera, po flasim për kryesorin. Atëherë Karl Geiga fut durët në sensin në vetë në këtë lokomotivë. Modifikon, edhe shkput pjesën fundore të lokomotivës, që ishte një trup, pjesën që mate që myrin, e shkput, po mundohem e spjegu me fjalë thjeshta për mos me mu hup në teknikalitete, e kthen e vend, si me thanë, një rimorkjo. Si me që vagon shtesës e rimorkjo. Eksakt, të lidhën me një gjunto. E kjo lvizje, spostimi i kësaj peshët në një trup gjysht lidhën me trupin fillestar të lokomotivis, band mujtu që traksioni, fërkimi me shinat, tjetë maj malë për konsekvencë lokomotiva kalon Semmering. Kishte arritje e madhe për kohën? Absolutisht arritje e madhe, por se sot flasim për trena elektrik, por në atë kohë kemi trena me qymyr. Ne flasim me qymyr, me avull. Gjithë gazetet e kohës, titujt kryesore të gazetave ditore ishin avulli pushton Alpet, pushton malet. Këta ishin paka shumë tonaliteti i titujve të gazetave. Po përveç asaj, për me ndërtu një vepër tillë, Karl Geiga i duhet me shpik edhe shumë mjete tjera, se nuk ishte, natyrisht flasim për 1850-ën, dhe u do të mushën gjitha mjete me matë harqet, me matë kurbat, mjete me transportu materialin për letra, metrash, për poshnel. Flasim për 20.000 punëtorë që kanë punu aty, në 6 vjetë kanë artu 5.000 km hekurulla. E sot, fakti që je folme për para, që mas 170 vjetë, kjo hekurull, vazhdojnë me punu. Edhe kjo linjë, sot në te kalojnë edhe trenat e shpesis nalë, trenat modern, të regon për malështin, për genialitetin e këti personajit poliendrik, që në gjdo aspekt që vizitatori ose studiusit ketë interes me hinë thellësi ti, shef një botë tanë. Aty shef pajzagjistin, aty shef ekologjistin. Se edhe mënyra e ndërtimit të urave dhe i pam dhe në foto urat, ka bukurinë e tyre si janë të vendosura edhe në pejsazhin në vend atje. Nuk e prishin natyrën, janë kombinimet të... Pra duhet edhe sy dhe estetizm. Aty është gjenia e ti, genialiteti i ti, që në intervencionin në arhymja njerëzore në natyrë, e jenë aty folë për një natyrë spektakolare, një natyrë shumë skenike se flasim për Alpet, por me batë mujton që një nërhymje inxhenjerike mu duk si me kënë pjesë, si me kënë mishnu me natyrë, e inkorporume, si me kënë pjesë e natyrës, aty është talenti i mallit i artistit. Dhe ka qenë dhe mjedisor, edipse duke kërkuar dhe duke lexuar për figurën e Karl Geigës, mbanin se kishte bërë jo vetëm tunelet, dhe tunelet i morën në fund, do ma tregosh edhe jetën për shkak të punës në tunele, po jo vetëm shpime horizontale tuneleve, por tuneli kishte edhe shpime vertikale, ku derdheshin gërmimet, pra sasia e dherave që gërmoj nga tuneli, binte vertikalisht poshtë dhe largohej, pra kishte gjetur dhe kishte lehtësuar edhe punën e punëtorëve, por dhe mjedisin nuk e për të mos e dëmtuar. Unë vetëm mund t'ju bëj ftesë me vizitu ekspozitën, se aty janë paraqit të gjitha, jo, një pjesë, një seleksion, jo të gjitha, se është pafund arkiva e Muzeut Korrer,
me dokumentat të tij, por aty i shihni shumë qartë se inovacioni i tij deri në çfarë grade ka shku. Për çdo proces pune Karl Gega ka tentu me shpik një instrument, me lehtësu punën punëtorëve, me e bat mujtën që gjithë kjo punë, si e thotë, jo tjetë ekologjike, të ketë impaktin minimal në natyrën, tjetë një gjë krejt e natyrshme. E bën kjo gjeni të përkohën, po edhe për sot? Për mua është gjeni, edhe nuk ka tjetër spjegim, edhe është në pak gjenite për fatë që të pak të në Austria e vlerëson. E vlerësuan Austriakët e bën kalorës, apo? Franz Josef e bani kalorës, po se po, edhe më rapa mane mes vdekjes ti, Karl Gega marrë një ka i vendnerit në Austri, në pothuajse 10 qytete të Austrisë kanë pak të një rrugë që ka emnin Karl Gega, në Hauptfriedhof në Vjenë, në forrezat ceremoniale, Karl Gega ka një gruf, një vorë ceremonial. Sot shilinga nuk ekziston më, sepse është euro, po 20 shilinga mbante foton e ti. Eksakt. Pra, është vlerësim shumë? Jo, është vlerësim. Në Semmering ekziston edhe një feraj, një shoqate e vogël, Karl Gegs, të cilët kanë transformuar stacionin e vogël të Semmering në një muze të vogël, minimalist, po ata është një shoqat që për çdo vit bën pakte një aktivitet relativisht madh me Karl Ritter von Gega. Ne nuk e njihnim apo e anashkalonim dhe nuk e vlerësonim? Po, unë nuk e di, menoj që na hupim, kur tham na, shqiptarët në ushtalë, nuk du me gabu se nuk është e drejt me gjyku, po pas statistika, po pas numra, po menoj që një personazh i tillë është në katë mos me vlerësu edhe populli shqiptar, për arsye se është vetëm krenari, s'mundet me kanë kur gjatë tjetër, përveç se krenaria është e drejt që mu marrë me kësi personazhës ose me kësi veprash të cilat janë vepra botnore minimalisht europiane, edhe për me pa që këtë popull ka kënë gjithmonë europian në kjo se e doni, në kjo se qëndron një deduksion i tillë. Po figura si Karl Gega... Këtë popull ka qenë me gjenit e ti në Europë për para se sa ne ndes jemi në Europë politikisht. Po, ju jeni arkitekt në profesion, ndjeni mirë kur një personazh i tillë, në origjinë nga Shkodra, nderon shqiptarët në Austri, në Itali. Natyrisht. Po e mallja Karl Gegs është që është realisht i malli i të mllajve të Hekurulla. Është një developer, është një person me shumë faceta, një poliendrik tek i cili mundesh me mësu sot edhe në qoftë se nuk bën një profesion krejt tjetër, ty i pa punën e tij, ty i lexu ose ty i pa këto artefakte që po vijmë na, mundesh me mësu në metodologjinë, nga metodologjia e tij e të shkumit. Dokumentacioni artistik që i ka bërë për shembull ai veprat inxhinierike që ne abim si stacioni i parë në Tiranë, nuk ekziston as në Vjenë, se në Vjenë ka vetëm projekte teknike, ka shumë, po janë projekte teknike, që mund të jenë interesante për inxhiniera, geolog, arkitekta, etj. Por këtu, na bim një dokumentacion artistik të veprave inxhinierike, per mu personalisht pa ndonjëherë në botë. Ka pas jo vetëm vetë një ushtri, jo vetëm vetë që ka vizatuar shumë mirë, por ka pas edhe një ushtri njerëzish në litograf më të mirë që ka pas periulla imperi në atë kohë, imperi Habsburger, që kja të regon edhe kujdesin e malë ti për çdo dokumentacion, për me dokumentu punën, jo vetëm me e ba punën, por edhe me dokumentu në mënyrë shumë artistike edhe në mënyrë me një komunikim, me i gjuhë komunikuse edhe për publikun profan, që nuk është i degës. Sa e vështirë ishte ta sille këtë ekspozitu, më thej që objektet i përkasin një muzeu tjetër? Po, objektet janë të muzeut Korrer, na kena përmu, edhe originali kena këtu, po shumicën janë të riprodhume për arsye na vetëm burokratike, për arsye se dalja e artefakteve originale që kanë kaluar 50 vjet jashtë Europës Bashkuar, e para është kondicionuar për 3 muaj vetëm, që na kondicionon, e dyta ka një proces burokratik shumë të komplikuar, edhe në këtë rast ishin edhe 2-3 institucione përgjegjëse në Rom, sepse monellat për shembull që janë me kokën e tij, ata në shtororsin Lenjes të Ministrisë Financave, ndërsa pikturat muzeut të Ministrisë Kulturës etj. Megjithatë na kena përru mendoj reprezentantet ty edhe disa të riprodhu, kena përru një përfaqësim shumë të denjë të projekteve të tija, kena një salë imersive ku çdo person është e këshillueshme edhe për fëmijët, edhe për studentët. Flasim për katin nën toksor të Pallatit Kongreseve. Po.
Kena një sallë imersive ku përjetohet dhe shifet si në film si është bërë ndërtimi i Semmering. Kena padiljoni i parë, pavioni i parë që flet për origjinën e tij, për ardhe, tonë historia, lëvizjeve migratore në atë periudhë, timeline e kohës së çka ka ndodhur në Europë. Projektet, salla imersive, mandaj kena edhe një vagon të trenit të ndërtuar në butaforikun, njeriu mund ta përjetojë në kjo, s'ka gabojmë, janë diçka këta të ngjashme video që mund të shihni atje, dhe në fund kena edhe pavionin e ndërimeve të tij, Honors, ku shifet se kush e ka ndërruar, sa ka ndërruar, çfarë vlerë ka në Austri. Mendoj që Shqipënia duhet ishte krenare, dhe ka vend me jo për mu ba folklorista, por se me të vërtet është një personazh i madh që i tokon i përket kulturës europiane dhe që kollon shumë për zhvillimin e njerëzimit. Sa kohë zgjati administrativisht për ta sjellë, për të marrë dakordsim për ta sjellë një ekspozitë këtu, se e di që dhimbje kokët ka shkaktuar. Dhimbje kokë s'ka qenë, po kena pas me Luqien, se Luqia është iniciatorja kësaj gjë. Luqia Nadin, do flasim pak më vonë për të, po. Para 5 vjetë që kena ra dakord me e ban këtë gjë, mana i hine disa gjanët që si shumë kontrollueshme për nesh, si pandemia, 2 vite pandemia e tjera, po të paktën të 2 vitet e fundit jena në një punë shumë intensive për realizimin e kësaj ekspozicë, por përveç ekspozicës na kena botu edhe i libër që mund të jetë pa frikë më i ploti për mi Carl Gegen në botë për momentin. Për momentit është botu vetëm versioni shqip edhe italisht, por do të dalin edhe versioni në anglisht mas disa mujve. Është edhe një inventar i sakt që nuk e kishte vetë Muzeu Korrer të tanë dokumentave që ekzistojnë për mi Carl Gegen në Muzeun Korrer edhe në tonë muzeumit e fondacionit Muve. Tani, ka shumë fsheh Venediku, Venecia për shqiptarët? Fsheh se ka pasi lidhje historike dhe unë menoj edhe ka të ku këta ditë të i folër edhe për Carl Gegen edhe me hinë tema që si janë të mija që nuk jam arkiviste, nuk jam, por të punu, të bashkëpunu në mënyrë interdisciplinare me personazhe si Luqia Nadin e tjerë, mund rezulton që vetëm nga duhet me kanë shumë vobekt, mos me kriju një instrument researchet, kulumtimit, 1 në Venedik, 2 në Romë, Vatikan e 3 në Stamol, sepse janë ta 3 burime që në kjoftë se Shqipënia, shqiptarët janë të interesum me ditë historinë e vërtet tyne, që besoj që është një histori që i jepë nëherë, janë këta 3 vende ku nuk duhet lehet vetëm dorën e një studiuese që e banë si e banë profesoresa Luqia, që e banë me dignitet, me vokacion. Dhe ka bërë shumë. E banë të 30 vjetë. Mjaftë të flasim zëre Shkodrës, Shkodra Veneciane, janë të shumë të ato që ka sjellë Luqia këtu, po edhe mosha bënd vetëm. Të 30 vjetë Luqia ka ba mision tjetë svetat punë, por ka anë tjetër dëvëm, kur nuk sheft që për krahë saj mund të ishin, duhet ishin, 2, 3, 4 studius më të ri, doktoranta, absolventa, diplomanta, të cilët do të mësoshin e para për saj, do të jepshin në njëm, edhe treta mund të kishin shansë ma vonë me vazhdu misionin e saj. Sepse këta njerëz me virtualitetin e tyne, me punën e tyne, me respektin që kanë kriju në këto muzeume e arkiva respektive, kanë aksesin, po janë vende të cilat një doktor shkencash ose në kjoftë se nuk ashtë në nivelin e tyne, s'ka shans me hi. Dhe nuk janë pakta statut e Shkodrës që të mos ta harroj, po të regun, kjo nga në tjere sa rëndësishme ka qenë Shqipëria dhe shqiptarët e kohës, se Shqipëri s'ka patur. Ka patur Shkodër, ka patur Drisht, po ka qenë të rëndësishme për Venecian. Kanë qenë shumë të rëndësishme, edhe Durrësi e tanë, sepse në i zonë kufitare që ka do në kufi, ka do 2 botë, si me thanë, lindin e pranimin. 2 brigjet e Ideti. Eksakt, 2 brigjet e Idetit, ka kënë, mani, Serenissima ka kënë një republikë marinare. Dhe normal, Republika Marinare në kjoftë se nuk e ka të vetën edhe bregun për balë, është si me kënë me pas i lumë, edhe me kënë vetëm një shtetë ka një krah i lumit. Dhe Adriatiku në fundit është i gjanë relativisht. Ka personazhe të tjerë si pas jush që mund të zbulohen në këto arkiva, që mund të... Ka shumë për arsye se ka shumë të shtimë zdu të lidhe me fjale me emne se mund të harroj
një më të rëndësishëm se tjetër, si u thash, unë preferoj mos më fut në profesionet që janë të mijat, por natyrisht që ka shumë, sepse lidhja ka kanë fort si e Durrësit, si e Shkodrës, si e Derishtit me Venedikun, po me Milanon, ikja male, lëvizjet migratore që i studiojmë edhe na këtu i vem në këndveshtrimin e Karl Gegsit, familjes ti, ka pas postime gjithkohën, ashtu si ashtë në fundit edhe sot. Edhe është një mesazh edhe për botën e sot, që duket alarmi malë kur s'postohen njerëzit nga i vend tjetër. Por në fundit njeriu është i bëm për mu s'postu. Njeriu s'postohet aty ku gjenë shansë zhvillimit të vetit, si person, si profesion, si rreth shoqërore etj. Kështu ka kanë edhe 1700. Dhe për të mbyllur, pse duhet ardhur dhe vizituar ekspozita? Duhet më ardhë me vizitu ekspozitën për arsye se janë, si e thash, artefakte që se ka pa publiku botnor akoma. Ekspozitët do t'jeni itinerante, do të vazhdojnë në qytetet e tjera, stacioni 2 do t'jetë Prishtina, me kënë se kena edhe një partner, një universitet privat, UBT, i cili na ka ndihmu me ba pavilionin e parë, edhe janë gjana që nuk janë pa, si e thash, asë një herë, është një nërë mendoj për çdo vizitator të Tiranës, me pa këtë mrekulli dhe me pa potencialitetin që jep një jetë e tillë, jeta një gjë të tillë. Me një bazën e kësaj mund zhvillohet gjithçka. Mund zhvillohet në filma, mund zhvillohen kërkime më të thella në çdo spektër, si u thash, janë shpikjet e tija, instrumentat e reja, inxhinieria, mekanika. Tjetra është management i malë, aftësia menaxheriale që ka pasaj. Tjetra është aftësia që ju thashë ti me pa botën krejt një. Globalizmi i ti në shekullin e 19 është impresionant. Në Shkodër do shkoj? Jo. Shkodër nuk do shkojnë për arsye se e para është e mallë, është shumë e mallë. E dyta mendoj që kush nuk ka kohë me bajt 100 km rrugë me arme pa Karl Gegen, nuk e meriton me shku Karl Gegen në shtëpi. Ama në Evropë do shkoj? Po. Vjen, Venecia? Besoj që po. Në kena kërkesat shumëta, të shti do të marojmë stacionin e Prishtinës, pastaj do të vendosim se ku do të shkojnë, po kena Venecia, kena Trieste, kena Vjen, kena Treviso, që po na kërkojnë edhe për lojnat olimpike dimnore. Besoj që do të bëjnë një tragjito, një ultim simpatik edhe me sens. Dhe unë falenderoj që ishe me mua sot në studio. Falenderimet e mia.